Kush nuk kujdeset për diturinë e vet, ai poshtorohet në mesin e njerëzve. Thënia e ofruar nga Imam Aliu thekson rëndësinë e edukimit dhe kultivimit të dijes në vetmi dhe na paralajmëron se nëse dikush neglizhon të kultivojë njohuritë e tij në vetmi, kjo përfundimisht do të çojë në poshtërim dhe siklet në shoqërinë e të tjerëve. Ky poshtërim mund të lindë nga pamundësia për të kontribuar në diskutime, ose për të përgjigjur pyetjeve, ose nga bërja e gabimeve për shkak të mungesës së të kuptuarit. Kjo thënie e thellë e Imam Aliut gjen mbështetje në ajetat kuranore që theksojnë rëndësinë e kërkimit të diturisë dhe pasojat e neglizhimit të saj. Allahu në surën Mujadele ajeti 11 thot: Allahu lartëson ata që besuan prej jush, i lartëson në shkallë të lartë ata të cilëve u është dhënë dituri. Ky ajet nxjerr në pas statusin e lartë atyre që posedojnë dituri dhe thekson rëndësinë e marrjes së saj. Për më tepër, në surën Zumer ajeti 9, Allahu thot: A janë të barabartë ata që dinë me ata që nuk dinë? Ky ajet thekson dallimin ndërmjet atyre që posedojnë dituri dhe atyre që nuk e kanë. Ai nxjerr në pa e përsinë atyre që kërkojnë dituri dhe pasojat e të mbeturit ignorant. Pasojat e neglizhimit të njohurive mund të shihen në aspekte të ndryshme të jetës. Për shembull, në fushën e fesë, ata që nuk ushqejnë njohuritë e tyre mund të bien në gracka të ndryshme dhe keqkuptime, duke çuar në besime dhe praktika devijuese. Në fushën e zhvillimit personal, neglizhimi i njohurive mund të pengojë zhvillimin e dikujt dhe të kufizojë potencialin e tyre për sukses. Nga ana tjetër, kultivimi i njohurive në vetmi ka përfitime të shumta. Ai lejon individët të thellojnë të kuptuarit e tyre për tema të ndryshme, të zhvillojnë aftësitë të menduarit kritik dhe të fitojnë njohuri që mund të ndahen me të tjerët. Ai gjithashtu mundëson individëve të kontribuojnë në mënyrë domethënëse në diskutime dhe të marrin vendime të informuara. Vetë Imam Aliu ishte i njohur për diturinë dhe urtësinë e tij të pamas. Ai ishte një dietar i shkëlqyer dhe mësimet dhe thëniet e tij vazhdojnë të frymëzojnë dhe udhëzojnë myslimanët edhe sot e kësaj dite. Theksi i tij në edukimin e njohurive në vetmi pasqyron përkushtimin e tij për të kërkuar dije dhe njohjen e rëndësisë së saj në zhvillimin personal dhe shoqëror. Si përfundim, thënia e Imam Aliut shërben si një përkujtim për myslimanët që në mënyrë aktive të kujdesen dhe t'i kultivojnë njohuritë e tyre në vetmi. Ai nënvizon pasojat e neglizhencës së dijes dhe thekson rëndësinë e kërkimit të dijes për të shmangur poshtërimin dhe sikletin, duke kërkuar dituri dhe duke e zhvilluar vazhdimisht atë. Myslimanët mund të kontribuojnë pozitivisht në shoqëri dhe të përmbushin përgjegjësitë e tyre si besimtar. Allahu na dhënë urtësinë dhe motivimin për të ushqyer diturinë tonë dhe për të përfituar nga të mirat e saj.